إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تندروا أرصدت vazhdojmë me muwatta e Imam Malikut rahimahullah dhe me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala kemi rrinë në mësimin 25 dhe hadithi i sotit është hadithi i parë, hadithi 566. Alhamdulillah. Mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdojmë me librin e Kur'anit, në muwatta e Imam Malikut, kapitullin e Kur'anit, dhe sot do të ma jaa fi dua, çka ka ardhur për dua, dhe çka ka ardhur nga hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për dua. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم في الآخرة. Këtë hadith është nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo i dërguar i Allahut subhanahu wa taala e ka një dua. E ka thot një dua me cilën thret. Dhe thot unë thot do ta fshehi duan time si shefat për umetin tim në ahiret. Thot çdo pejgamber i Allahut e ka një dua që i pranohet gjithsesi te Allahu subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe rahmetit madh që ka pas për umetin e tij sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duan time do ta fshehi dhe do ta ruaj do thot për umetin tim ditën e Kiametit, dhe thot do ta bëj si shefatin ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit. Ai shefati i madh ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën shefat te Allah subhanahu wa taala, ndërmjetëson te Allahu azza wa jall që të filloj së pari llogaria, pastaj bën shefat Allah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të çelet në dyert e xhennetit, pastaj bën shefat për besimtarët të futen në xhennet, bën shefat që t'i falen gjunahet besimtarëve, bën shefat që dikush prej besimtarëve që ka merituar xhehenamin të futet në xhennet, dhe bën një shefat të veçantë për xhaxhain e tij Abu Talibin që ti paksohet dënimi në xhehenem, jo të futet në xhennet, por ti paksohet dënimi në xhehenem. Kjo është e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. Këtë hadith përmend nga Yahya ibn Sa'id që ka dëgjuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Maliku nga Yahya ibn Sa'id nuk ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë ky hadith është ka ndërprerje mes Yahya ibn Sa'idit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga sa ai nuk është prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në të thotë që ka dëgjuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka bën këtë dua, thotë Allahumma faliqal isbah, thotë o Allah krijuesi i dritës edhe i gjërave tjera, ai që e ke bërë thotë që e ke bërë do thotë që e ke bërë natën pushim
dhe e ke bërë diellin dhe honën me llogaritë të caktuara, të dihet kur hyn, kur dalin, kur linin, kur përëndojnë. Më largon nga unë, thot, ma paguaj borxhin, ma laj borxhin o Allah, edhe më pasuron nga fukarallëku, do të mos më bë fukara. Dhe më mundso të kënaqem me dëgjimin tim, me shikimin tim, me forcën time në rrugën tënde, në sebilin tënd, në xhihad fi sabilillahi tebaraka wa taala. Siç e tham, ky hadith është i dobët, mirë po disa pjesë të tij kanë ardhur në hadithe të tjera, kanë ardhur në hadithe të tjera nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për shembull fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr, do të Allah na paguaj borxhin dhe na furnizon nga fukarallahu, do të mos na bër të jemi fukara. Kjo ka ardhur në dua që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë para xhumit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj vazhdon Maliku rahimahullah, thot Malik an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith që është nga transmetimi i Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhum, ka thënë askush nga ju mos thot kur të bëj dua, o Allah më fal mua nëse don ti, inshallah. O Allah bëm rahmet mu nëse don ti. Mirë po ka thënë le të jeti vendos në kërkesën e tij, nga se nuk ka kush që do të detyroj Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka kush që detyron Allahun azza wa jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar thot një edep prej edepeve të duas. E ajo është që kur ta lutsh Allahun subhanahu wa taala, kur bë dua Allahun subhanahu wa taala, mos më thon inshallah, mos më thon nëse don ti, por të jesh i vendosur. Pse ulemat kanë thënë që të thuash nëse don ti është një lloj mos respekti nga Allahu subhanahu wa taala. Mos respekti nga Allahu azza wa jall, nga se thuaj se ti po beson që Allah subhanahu wa taala nuk bën çfarë të doj subhanahu wa taala. Por thuaj Allah më fal, o Allah bëm rahmet, o Allah më pasuri, mos thuaj inshallah. Yani kjo është prej gjërave që duhet të kemi kujdes kur bëjmë dua, mos më thoni inshallah në fund të duas. Nga se s'ka kur që detyron Allahun azza wa jall subhanahu wa taala. فضل مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى أزهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي حديث برابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن دعايا e një nga i thot duaja juaj, pranohet, duaja që dikush nga ju e bën, pranohet përderisa ai rob nuk ngutet. Dhe thot, kam bë dua e nuk më është pranuar. Thot, duaja gjithsesi do të pranohet te Allahu subhanahu besimtarit i pranohet duaja. Mirë po, qëllimi është që besimtari mos të ndërpres duan, mos thot për shembull kam bën duan 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 1 muj, 2 muj, 3 muj, s'mu ka përgjithë propë ndërprej duan. Thot, nëse ndërprejnë atër, është shenë që nuk pranohet duaja. Po vazhdo e bëre duan derisa të dojë Allahu subhanahu taala të përgjigjet, nga se nuk ka kush që detyron Allahu subhanahu taala, dhe Allahu azza wa jall ka don kur robi paraqet dhe e shpreh dobësinë e vet për Allahu subhanahu taala, edhe nevojën e vet për Allahun azza wa jall. Dhe në këtë mënyrë Allah subhanahu taala i përgjigjet robit, prandaj do të ketë kujdes robi. Thot Malik an ibn Shihab an Abi Abdullah al-Gharr an Abi Salamah an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Ebu Hurajra radiallahu anhu prap transmeton nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: Zoti jon, Tebaraka wa Taala, zbret çdo natë kur mbet pjesa e tretë e natës në qiellin e dunjos. Në qiellin e dunjos. Dhe thot: Kush më bën dua që t'i përgjigjem? Kush më kërkon me lyp diçka që t'i jap? Kush kërkon falje që t'i falje ati, që t'ja falje ati? Thot, në këtë hadith ka një sifat prej sifateve të Allahut Azza wa Jall, një cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Ajo është që Allahu zbret në qiellin e dunjos. Zbret. Ashtu siç i takon atij subhanahu wa taala. Ne besojmë se Allahu subhanahu wa taala zbret, prej cilësive të tij është zbret, edhe ngritet subhanahu wa taala. Dhe si zbret atë e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk e ngjasojmë, nuk e përgjasojmë zbritjen e tij me zbritjen e robëve të Allahut subhanahu wa taala. E as nuk e mohojmë atë që ndodh, dhe nuk e përgjasojmë të zbret sikur ai sikur ky. Por ne kemi obligim të besojmë ashtu siç ka ardhur nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zbritja kuptohet çfarë zbrit, nga prej nalt poshtë. Si nuk e dim. Besimi duhet të pyetet, gjithsesi duhet të besojmë në të, dhe nuk është nuk është prej sunetet pyetet si, nga se nuk e dim si. Atë e din vetëm Allahu Azza wa Jalla, duhet të besojmë. Mos tin dikush të filozofoj, thot për shembull, në pjesa e tretë e natës, gjithë ditës është diku në botë. Prandaj kjo i vjen që Allahu subhanahu wa taala është tërkohën i zbritur në qiellin e tokës. Ne i themi atij, ky është sifati i Allahut subhanahu wa taala. Allahu bën çfarë të doj subhanahu wa taala. Nuk krahasohet Allahu Azza wa Jall me robërit e tij subhanahu wa taala. Ai mund të bëjë çfarë të doj subhanahu wa taala, dhe e besojmë sifatin ashtu siç ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala, dhe na ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot Malik, prandaj do të robi ta shfrytëzoj pjesën e tretë natës, jo me gjëra të kota, por me lutje Allahu subhanahu wa taala. Të mundohet të zgjohet në atë pjesë siç është zgjuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të falet dhe ta lusë Allah subhanahu wa taala, bëj dua Allah subhanahu wa taala. Nëse bën dua Allah në atë kohë, Allah i përgjigjet. Edhe nëse i lyp diçka, të jap Allah subhanahu wa taala. Edhe nëse i kërkon falje, istighfar bën Allah subhanahu wa taala, Allah t'i fal gjunohet. Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim al-Harith at-Taymi ana Aisha al-Mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalet kuntu na'imatan إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته يدي فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه فلمسته بيدي سبحان الله فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, nana besimtarve, thot isha flajt afër pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe natën thot nuk e gjeta, thot e preka nuk është në shtrat. Dhe preka thot me dorë, e kërkova thot me dorë, dhe e vendosa dorën time në dy këmbët e tij. Thot dy durët e mia vendosa në dy këmbët e tij sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dhe ai ishte në sejdë, duke qenë ai në sejdë sallallahu alaihi wa sallam. Dhe thoshte a'udhu bi ridaka min sakhatik. Strahohem te kënaqësia jote prej hidhrimit tënd. Dhe te falja jote nga dënimi yt. Dhe prej teje nga ti. Strehom prej teje, strehom te ti nga ti.
strehom të ti nga ti. La uhsi thanan alejk, nuk mund të përmbledhi lavdatën ndaj teje. Ti je ashtu siç e ke lavdu veten tënde. Ti siç e ke lavdu veten tënde. Kjo është i duave të mëdha, madhështore. Që robi ta di se nuk ka ikje përveç se te Allahu subhanahu wa taala. Çka thon Allahu subhanahu wa taala, fafirru ila Allah. Ikni te Allahu. Ikni thot kur ik, për shembull njeriu kur të ik nga armiku, ik largohet krejt. Mirë po te Allahu subhanahu wa taala nuk mundesh me ik prej tij, subhanahu wa taala. Prandaj ik nga dënimi i Allahut drejt Allahut subhanahu wa taala. Drejt Allahut subhanahu wa taala. Prej dënimit të Allahut drejt faljes së Allahut subhanahu wa taala. Prej hidhrimit të Allahut subhanahu wa taala drejt kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Duke i bërë gjërat që na ka urdhëruar Allahu, edhe duke ndaluar nga gjërat që na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, nga se nuk ka shpëtim nga Allahu subhanahu wa taala. La manja minka illa ilejk. Nuk ka shpëtim nga ti përveç se te ti. Nuk mundesh me thonë po shpëtoj, po shkoj te dikush tjetër, s'mundesh. Nga Allahu s'ka shpëtim. Shpëtimi vetëm me ik nga Allahu është me shku te ai subhanahu wa taala. Ju drejtu dhe më u kthy Allahut azza wa jall. Më u kthy Allahut azza wa jall duke bërë atë që na ka ndaluar, që na urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, dhe duke ndaluar nga gjërat që na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vazhdojmë me hadith tjetër, thot Malik an Ziyad ibn Abi Ziyad عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith nga Talha ibn Ubaydillah ibn Kurajz, që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. Duaja më e mirë është duaja e ditës së Arafatit. Dhe ajo që më e mira që kam thënë unë dhe pejgamberët para meje është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Allahu është la ilaha illa Allah. Allah është i vetmi që meriton të adhurohet. Wahdahu la sharika lah. Ai është një dhe nuk ka partner. Në transmetim tjetër ka vazhdim, thotë lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ati ta thon sundimi dhe hamdi dhe ai është në gjendje të bëjë çdo gjë subhanahu wa taala. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më mirë ai që kam thënë unë dhe pejgamberët para meje. Pse kjo? E përmend ditën e Arafatit. Kjo nga se edhe pejgamberët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë bërë haxh në Arafat. Kanë bërë haxh në Mekë. Edhe pejgamberët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në hadith në Mesjidul Khaif salla fihi 70 nabiyan, thon xhamia e Khaifit, në të janë fal 70 pejgamber të Allahut subhanahu wa taala. Xhamia e Khaifit është në Mina, në Mekë, aty ku gjuan burrt në të xhamaratet, aty thot janë fal 70 pejgamber të Allahut subhanahu wa taala. 70 pejgamber të Allahut azza wa jalla. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Musa alayhi salam ka bërë haxhin, ka bërë haxhin në Mekë. Prandaj gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala këtë dua kanë bërë më së miri në ditën e Arafatit. Këtë thot dita e Arafatit dhe robi që kemi pas para 2 javë ditën e Arafatit, dhe robi është dashur ditë që të bëj sa më shumë këtë dua. Posaçërisht ata që janë në Arafat. Mirë po ata që nuk janë në Arafat e thon këtë dua sa më shumë. Vazhdojmë thot Malik an Abi Zubair al-Makki عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadith që transmeton në Maliku rahimahullah, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u mësonte këtë dua ashtu siç u mësonte surën nga Kur'ani, një surë nga surët e Kur'anit. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Allah, strehom të ti nga azabi, dënimi i xhehenamit.
Dhe strehohem të ti nga azabi i varrit, nga dënimi i varrit. Edhe strehohem të ti nga fitnja e Mesihut Dejjalit. Dhe strehohem të ti nga fitnja e jetës dhe vdekjes. Nga fitnja e jetës dhe e vdekjes. Nga fitnja e vdekjes, jetës dhe e vdekjes. Thë kjo është dua madhështore. Edhe këtë dua është obligim, që kanë mendim shumë për ulemave, të thuhet në fund të namazit. Në fund të namazit të thuhet kjo dua. Nga se pejgamberi sa ka mësuar sahabët, jo ka mësuar këtë sure ashtu siç u ka mësuar surat nga Kur'ani. Dhe për këtë arsye plot ulemave kanë thonë që të bëhet kjo dua. Bile Imam Tawus ibn Kaysan nga Imam Maliku ka përmend që Imam Muslimi ka përmend që Tawus ibn Kaysan i ka urdhëruar njerëzit ta përsëritin namazin nëse nuk e kanë bërë këtë dua. Po të strehohem te Allah subhanahu wa taala për dënimin e xhehenamit. Të strehohem nga Allah nga dënimi i varrit. Të strehohem nga Allah nga fitneja e Mesihut Dejjalit. Mesihu i Dejjalit, Mesia i rranës. Dejjali, që do të vinë në fund të kohës. Dhe do ta përshkruaj tërë tokën, përveç Mekës dhe Medinës. Allah na ruaj prej provës së tij. Edhe nga fitneja e jetës dhe vdekjes. Gjatë jetës ke provat shumë ta sprovohet te Allahu subhanahu wa taala dhe vdekjes, momentin e vdekjes. Nga se deri në atë moment shejtani mundohet me të pasë në sundimin e tij, edhe me të mashtru. Prandaj duhet me strehu te Allahu subhanahu wa taala nga fitnet që mund të ndodhin deri në atë moment. Me lut Allah më na forcu. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Allahu i forcon besimtarët, ata që kanë besu, me fjalë të fortë në dunjë dhe në ahiret. Në dunjë i forcon me thonë la ilaha illallah. Në ahiret i forcon duke thonë la ilaha illallah në pyetjet e varrit, dhe të përmendë se kush është Allahu, dhe se Zoti i tyre është Allahu, pejgamberi i tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe feja e tyre është Islami. Malik an Abi Zubair al-Makki an Tawus al-Yamani عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ngritej në namaz të natës, bënte këtë dua në fillim të namazit. O Allah, ty të takon haku, ty të takon hamdi, ti je nuri, ndriçuesi, edhe vetë drita e qiejve edhe tokës. Edhe ty të takon hamdi, lavdata, ti je ai që i mban tokën dhe qiejt dhe tokën. Edhe ty të takon hamdi, lavdata e tërë, ti je Zoti i qiejve dhe tokës, dhe ato çka janë në tokë, në qiej dhe në tokë, dhe ti je Zoti i tëra atyre që janë ato. Edhe ti je e vërteta, ante l-haq, wa qawluka l-haq, dhe fjala jote është hak, e vërtet. Edhe premtimi yt është hak, edhe takimi me ty është hak, edhe xheneti është hak, edhe zjarri është hak, edhe kiameti është hak. O Allah, ty tu kam dorëzuar, dhe në ty kam besuar, në ty jam mbështetur, dhe të ti jam penduar. Në emrin tënd thot,
armiqësohem, edhe të ti gjykoj. Prandaj më fal çfarë kam bërë dhe çfarë do të bëj. Dhe ata që kam bërë fshehur azi dhe haptazi. Ti e Zoti im, ti ai që adhuroj unë. La ilaha illa, nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet përveç teje. Çfarë duaja madhështore, subhanallahu. Yani një prej fjalëve që duhet të gjithë ta kemi parasysh dhe fjala pejgamberit se wa bika khasamt. Me ty thot përmes teje armiqësohem ose bëj hasmëri. Çaj vjen kjo kur polemizoj me dikë, kur ballafaqohem me dikë. Ballafaqohem me atë që është në librin tënd dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo për të cilën unë angazhohem dhe shtyhem për të. Kjo është ajo për të cilën unë luftoj. Ajo që është në librin tënd dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që mua më intereson dhe për të cilën polemizoj dhe shtyhem. Edhe o ileke hakemt, edhe të ti do thot, ty të kam gjyqtarin tim, Allahu na rujt dhe na bëf prej atyre që qëllimin kryesor në dunja e kanë Allahun subhanahu wa taala dhe praktikimin e fesë Allahut azza wa jall. Pastaj vazhdon thot Malik an Abdullah ibn Jabir ibn Atik أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني رضي الله تعالى عنه في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبرني بهن فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطانيهما ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. الله المستعان. Thot Abdullah ibn Jabir ibn Atik ka tregu thot që ka ardhur të ne thot Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum. Dhe ka ardhur të Bani Muawiya thot ka qenë një prej fshatrave të banorëve të ansarëve. Dhe ka thënë, a dini kur të falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin tuaj? Dhe i kam thënë, po, dhe i tregova në vendin ku është falë. Edhe më ka thënë atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, e a din thot çfarë janë ato 3 gjërat me të cilat është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë duaje ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë po. Ka thënë më trego çfarë janë ato? Ka thënë ka bërë dua që mos të bëj armiku mos të pushtoj ata një armik përveç tyre, jashtë tyre. Dhe mos t'i shkathroj me varfëri dhe skamje. Thot edhe këto dyja t'ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta është lutë që mos t'i bëj luftën edhe armiqsinë mesin e besimtarëve. Thot këto ja ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, nuk e ka pranuar. Ai ka thënë ashtu është e vërtetë. Ka thënë atëherë Ibn Umar radhiyallahu anhu, "Falan yazala al-harju ila yawm al-qiyamah." Dhe do të vazhdoj thot lufta deri ditën e Kiametit. Do të ketë vllavrasja mes muslimanëve dhe lufta mes muslimanëve deri ditën e Kiametit. E pejgamberi sa ka treguar kështu e para që është lutë për Allah subhanahu wa taala që armiku mos i mund të ketë muslimanët, kjo ka ndodhur. Nuk ndodh gjatë historisë që krejt muslimanët të pushtohen prej një armiku, nuk ka ndodhur kurrë në histori. Një pjesë e muslimanëve po mund të ndodhë, mirë po tërë jo. Të vdesin krejt muslimanët dhe të
ti kap të gjithë skamja dhe vafria, jo asnjë. Mund t'i kap një pjesë, mirë po jo të gjithë. Ndërsa lufta mes muslimanëve do të ndodhë. E për këtë kemi pas një ders të veçantë, mund të ktheni dhe ta dëgjoni atë, dhe mund të përfitoni shumë nga dobitë e atij hadithi. Pastaj vazhdon thot Malik an Zaid ibn Aslam annahu kana yaqul ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه. Zaid ibn Aslam, të rëndë Maliku se Zaid ibn Aslam ka thënë, nuk ndodh që një dikush të lutet, bëj dua, përveç se do t'i arrijë një nga këto tri gjëra, ose ti përgjigjet dua, ti pranohet duaja, ose ti rezervohet duaja për ndonjë shpërblim ditën e Kiametit, ose ti falen gjunohat, ose ti falen gjunohat. Dhe kjo është thënie e tij, mirë po ka një hadith tjetër që pejgamberi nga hadithi i Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala që ka thënë, nuk ndodh një musliman të lutet Allahu subhanahu wa taala përveç se Allahu subhanahu wa taala do t'i japë asaj, ose do t'i largojë atij një të keqe, ose ta ndaloj ndonjë të keqe. Kjo është thotë ai që ka në hadith nga Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdojmë thot el amalu fi du'a, thot vepra çfarë si të veprojmë në dua, kur bëjmë dua se si të veprojmë. Thot Malik an Abdullah ibn Dinar annahu qala ra'ani Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ana ad'u wa ashiru bi usba'in min kulli yadin fanahani. Abdullah ibn Dinari tregon thot më ka parë Abdullah ibn Umerin duke bërë dua dhe duke bërë me gisht duke bërë me dy gishta, me një gisht nga secila dorë, kështu ka bërë dua. Thot edhe më ka ndalu. Kjo nga se ka një hadith tjetër nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa një njeri duke bërë kështu dua thot me dy gishta, prej secilës dorë kur ka bërë dua, ka thonë ahid, thot bën një, thot se bën dua bën me një gisht, kështu e lut Allah subhanahu wa taala kështu me një gisht të ngrit gishtin, kështu bën dua. Ose i bën dur bashkë, kështu të gjithë. Kështu bën me bë dua, edhe kështu bën me bë dua Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Malik an Yahya ibn Sa'id ana Sa'id ibn al-Musayyab كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. Maliku transmeton nga Sa'id ibn Musayyab, që është prej tabinëve, që ka thënë njeriu ngritet me duan e fëmijës së tij që vjen prapa atij. Thot edhe ka bërë me durët e tij nga qielli, ngritet në qiell. Nga se fëmija e tij që ka ardhur mas tij, fëmija, nipi, stërnipi, që ka bërë dua për ta, do ta bëj çaj të ngritet në qiell. Ka një hadith të vërtetë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith të vërtetë, ka thënë që njeriu thotë do të ngritet derexha në xhennet. Dhe thotë prej nga merr kjo ngritje e derexhës, thotë për ka një hadith që pejgamberi sallallahu i thuhet atij për shkak të duas që fëmija yt e ka bërë për ty. Pastaj vazhdon thot Maliku nga Hisham ibn Urwa nga babai i tij, që Urwa ibn Zubair thot që ka thënë inma unzilat hadhihi al-aya wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila fi ad-du'a. Qala Yahya وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. Urwa ibn Zubair radhiyallahu ta'ala ka thënë që ajeti i Allah subhanahu wa ta'ala ku ka thënë wala tajhar bi salatika, dhe mos e ngrit zërin, thotë mos e ngrit duan tënë ose namazin tënë me zërin atë, e as mos e ul, po bëje në mes. Ka thënë kjo është qëllimi i të duaja, thotë në dua as mos e ngrit zonin shumë të i bërtit, e as mos e ul tepër zonin, po mesatarisht. Kjo ka ardhur në dua. Edhe kjo ka ardhur në namaz, që është hadithi
ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa Ebu Bekrin dhe Omerin duke u falë natën. Ebu Bekri ka lexuar me zë të ult, e Omeri ka lexuar me zë të lartë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Ebu Bekri ka thonë ngritë pak zonin, e Omeri ka thonë ule pak zonin. I ka thonë ule pak zonin. Pra kjo është forma që bëhet duaja. As mos e ngrit tepër zonin që bëjnë do dua, bërtasin do. Jo. As mos e ul tepër zonin, por mesatarisht. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وإذا أردت فتنة الناس فاقبضني إليك غير مفتون. Maliku ka dëgju, e ka transmetuar pa vrap transmetuar dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë dua. O Allah, unë kërkoj nga ti veprimin e punëve të mira. Edhe lërjen e gjërave të këqija. Dhe ti dua miskinat të varfrit, ata që kanë nevojë. Dhe nëse don ti bësh njerëzve fitne, sprov, ma merr shpirtin para se të fitnosen, para se të sprovohen. Kjo dua në këtë mënyrë ka në hadith të vërtet që është ka në hadith të vërtet të Imam Tirmidhiu me transmetim të vërtet. Po ashtu është një hadith tjetër që ka ardhur Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma min da'in yad'u ila hudan illa kana lahu mithla ajri man ittaba'ah ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Maliku ka dëgjuar se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nuk ndodh që dikush të thras në udhëzim dhe e mos të ketë shpërblimin atyre që e kanë pasuar. Dhe nuk I mungohet asgjë atyre që kanë pasuar asgjë. Ata do kanë të kenë shpërblimin e plot, plus ai I cili ka thirr në të vërtetën. Dhe nuk ndodh që dikush të thras në një të keqe. Dhe do t'i ketë gjynohet atyre që e kanë pasuar në të keqen. Dhe atyre nuk do të mungohen pas të gjynohet. Gjithë do t'i kenë gjynohet. Dhe nëse robi ka thirr në keq, dhe njerëzit e kanë pasuar në keq, do t'i ketë gjynohet atyre që e kanë pasuar në të keq. Përveç nëse pendohet, e pastaj pasi të pendohet, ti tregon njerëzit që ka pas keq. Kjo është kusht që mos ti vazhdojnë ti ketë gjynohet e atyre që kanë qenë para ti. Për këtë arsye, kur ka pas dikush nga ulemat që kanë gabu, ose që kanë pas gabime në akide, kur janë pendu, në ato kanë shkru libra dhe kanë përmirësu vetën gabimet që I kanë bërë. Për shembull Ibn Hasan al-Ash'ari, pasi që është pendu nga etizali, nga filozofia, ka shkru librin ku është pendu prej kësaj dhe ka treguar që nuk është më në atë akiden e mëshme. Po plot për njerëzve pasojnë ato të mëshmen e nuk e pasojnë në pas pendimit të tij nga bidati që ka bërë. Pastaj thot Malik annahu balaghahu anna Abdullah ibn Umar قال اللهم اجعلني من الائمة المتقين. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ka bërë këtë dua, o Allah më bër prej imamëve të besimtarëve, për imamëve të atyre që janë muttaqin, që e kanë takwa, që I frikësojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Çka thon Allah subhanahu wa ja'alna lil muttaqina imaman, thot edhe na bë imama të njerëzve që I kanë frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Do ka thon kanë dy kuptime kjo fjalë, ose të jenë prisa të njerëzve që I frikësojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, të parët në pasim edhe frikë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, ose që ti pasoj ata të cilët ja kanë frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Maliku transmeton thotë që Ebu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, shoku I njohur I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë kana yaqul fi jawfi al-layl, kana yaqumu min jawfi al-layl,
كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. Ka thonë, kanë kur është shumë natën më falë. Syt kanë flek. Njerëzit kanë flek. Edhe yjet janë fshehur, dhe shumë bon nata e plot. Ndërsa ti je el hayy el qayyum, ti je i gjalli dhe që i mban të gjithë, se nuk vdek kur as nuk flan kur as ke nevojë për pushim subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon Imam Maliku rahimahullah thot an-nahyu 'ani s-salati ba'da as-subhi wa ba'da al-'asr. Ndalesa namazit pas subhit, pas sabahit dhe pas asrit, pas ikindis. Thot na. Ndalesa faljes namaz, pasi të falet namazi i sabahit derisa të lind dielli, dhe pasi të falet namazi i ikindis derisa të perëndoj dielli. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات ونهى عن الصلاة في تلك الساعات. كنت transmetimi i Abu Abdullah as-Sanabuhi. Kënd transmetim ka Abdullah ibn Sanabuhi, po shkon në vërtet është Abu Abdullah as-Sanabuhi. Abu Abdullah as-Sanabuhi ka pasur emrin Abdulrahman as-Sanabuhi. Dhe tregimi i tij është i çuditshëm, nga se ky njeri e ka pranuar Islamin duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Dhe ka unis me bë hijret, me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kur ka mri në Medina, e ka gjetë se ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka mri hala pa shtim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të ka taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë i vdekur sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye nuk llogaritet nga sahabit. Mirë, po llogaritet prej muhadraminëve, thotë prej atyre që e kanë pranuar Islamin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe në këtë hadith, transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur të lind dielli, me të thot janë britë e shejtanit. Thot edhe kur të ngritet dielli, thot largohet nga britë e shejtanit. Pastaj kur të në mesdit, kur të mri gjysmën e qiellit, thot prap takohet me britë e shejtanit. Dhe kur të largohet nga gjysma e ditës, thot largohet nga britë e shejtanit. Dhe kur të afrohet për të perënduar dielli, thot i afrohet brive të shejtanit. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të falet namazin ato kohë. Ky hadith do thotë ka transmetime të tjera nga të tjerë përveç Abdulrahman as-Sanabuhit, që ka në transmetim të vërteta dhe ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dielli në atë kohë lind mes brive të shejtanit. Dhe ata të cilët e adhurojnë shejtanin, e bajnë ibadet shejtanin, lutën ato kohë gjatë kohës perëndimit diellit, lindjes së diellit, në atë kohë i lutën shejtanit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të falet namazin atë kohë. Përveç nëse është namaz me arsye. Siç është për shembull nëse dikujt ai ka kalu vakti ose i ka marrë veç pak vakti i sabahit, edhe në këtë kohë bën më fal. Pak para se me perëndu dielli, ose pak para se me lind dielli, se pejgamberi sallallahu ka thonë që kush e mrin një rekat të sabahit para se me lind dielli, atë e ka mri sabahin. Ose kush e mrin një rekat të ikindis para se me perëndu dielli, e ka mri namazin. Ose namazi për shembull hyrjes në xhami, ose namazi pas abdestit, që është namaz me shkak. Nëse është namaz me shkak bën. A nëse veç nafile që është duhet të fal, jo, s'bën të fal në këtë kohë kur ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. كرت فريهت كرت هاب فريهت
si thot vetulla, vetulla e diellit. Dielli thot si maskorit duket si një vetull, ç'është më thonë, ç'është thot. Thot vanon e thot namazin derisa të del dielli tamam. Thot ja 12 minuta, do thot kur lind dielli deri në 12 minuta derisa ngritet ose 10-15 minuta derisa ngritet dielli, mos u falni natën. Edhe kur perëndon thot dielli fillon çfarë thot, prapë thot mos u falni derisa të perëndoj dielli, derisa të perëndoj dielli. Thot në këtë kohë e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të falet njeriu. مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Thot Al-Ala ibn Abdurrahman thot jemi futur kemi hyrë te Enesi radhiyallahu ta'ala an, Anas ibn Maliki radhiyallahu ta'ala anhu thot, dhe kjo thot ka qenë pas namazit të drekës. Dhe atë thot ai është ngrit ta fali kindis, ka hi vakti kindis, thot, dhe është ngrit dhe ka fali kindin thot. Dhe atë thot përmendëm nxitimin e namazit, dhe kujti kujtohet diçka. Atë thot ai ka thonë, e kam dëgjuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ai është namazi i munafikëve, ai është namazi i munafikëve, ai është namazi i munafikëve. Ka thonë dikush nga ju thot, dikush nga ta thot munafikët shndron të ulë të rrenë të derisa thot të zverdhohet dielli. Fillon me perëndu pak para se me perëndu thot. Thot edhe është mes dy brive të shejtanit ose në britë e shejtanit. Thot ngrihet thot edhe thot çakot sikur knusi, sikur xheli. Thot 4 herë, thot edhe nuk e përmend Allahun vetë se pak. Nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala vetëm se pak. Thot e fal namaz vetë sa për sy e faqe, sa më shpejt edhe nuk e përmend Allahun vetëm se pak në mënyrë të namazit të falet kur të hyn vakti, mos të vënohet namazi. Në mbetën edhe 4 hadithe thot Malik an-Nafi an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. Thënë që Abdullah ibn Umeri ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos të mundohet dikush të rezervoj kohën e faljes dhe të falet kur është duke lindur dielli e as kur është duke perënduar dielli. Për këtë arsye që për më herët. مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أبو هريرة رضي الله عنه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ndaluar të falet namazit pas asrit do pas ikindis derisa të perëndoj dielli. Dhe ka ndaluar namaz, të falet namaz pas sabahit derisa të perëndoj, derisa të lind dielli, nuk bën të falet namaz, përveç kuptohet nëse është namaz me arsye. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة Abdullah ibn Umeri tregon se Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë mos mundoni të faleni në kohë thot kur është duke lindur dielli e as kur është duke perënduar. Nga se shejtani thot i dalin britët kur të lind dielli. Dhe
dhe kur të perëndon dielli, dhe kur të perëndoj dielli, thotë. Dhe thotë i rrehte njerëzit nëse faleshin në atë kohë, thotë, i godiste njerëzit, nuk i ndalon të njerëzit të falen në atë kohë. Prap thotë مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. السائب بن يزيد e kam pa Omer radiallahu anhu duke rreh Munkadirin, një prej Muhammed al-Munkadir, al-Munkadir ka qenë baba i tij, thotë ka qenë pjesë sahabëve, e ka pa thotë e ka rreh Omer radiallahu anhu nga se është fal pas namazit të asrit, është fal pas namazit të asrit, nga se është fal nafile pa arsye, pas namazit të asrit nuk e ka leju Omer radiallahu ta'ala anhu. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.